Shkodra mbetet një nga destinacionet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në vend. Turistë vendas, por edhe të huaj, të çdo grup moshe, zgjedhin Shkodrën si një atraksion të veçantë, duke e kthyer në një pikë referimi gjatë gjithë vitit. Parku arkeologjik i Shkodrës është vizituar këtë vit nga mbi 3475 vizitorë vendas dhe të huaj, duke u pozicionuar i dyti në rang kombëtar. Edhe këtë fundjavë, Kalaja Rozafa ishte e mbushur me turistë që shprehen të impresionuar jo vetëm nga bukuritë natyrore, por edhe nga trashëgimia e pasur kulturore. I'm from California. Jam nga Kalifornia. Më pëlqen shumë kështjella këtu, por më pëlqen shumë edhe qyteti juaj. Kemi qëndruar 2 net atje, kemi parë gjëra të bukura dhe e duam këtë vend. United States. Jam nga Kalifornia. Kështjella këtu është e bukur. Më pëlqejnë shumë edhe njerëzit, janë shumë të dashur. We are from Germany. Jam nga Gjermania. Ky vend është vërtet i bukur. Natyra është fantastike. Jam e surprizuar nga këto pamje të mrekullueshme që ofron Kalaja. Parku arkeologjik i Shkodrës përfaqëson një destinacion të rëndësishëm kulturor dhe turistik, i vizituar për vlerat e tij historike, arkeologjike dhe natyrore, si dhe për rëndësinë që kanë në identitetin dhe historinë e qytetit.